Kriteret janë format e reja të krimit organizuar, format e reja të parave, veprimi në disa kontinente, jo në disa shtete, të grupeve kriminale dhe dërkombëtarizimi dhe sofistikimi i veprimtarisë së tyre. Përdorimi i komunikimeve. Pra, kur flasim për sofistikim të kriminalitetit, kryesisht kemi fjalën për krimin organizuar, që lidhet me forma të reja të organizimit, forma të reja të infrastrukturave, të mjetëve që ta kanë në përdorim, apo të pastrimit të parave, duke përdorur vende të ndryshme, disa vende që nuk kanë bashkëpunim ndërkombëtar, disa janë vende offshore e të tjera. Këto janë kritere që ne kategorizojmë një çështje të caktuar komplekse, që nuk janë të zakonshme në raport me atë normalitetin e kompleksitetit që ka struktura jonë. Cilët janë raportet tona me Policinë e Shtetit? Gjatë vitit 2025, referimet penale të Policisë së Shtetit janë rritur në SPAK në një masë të caktuar. Po kështu dhe gjatë i viti kemi patur referime nga Policia e Shtetit. Ne kemi vlerësime më të madh për Policinë e Shtetit, për shumicën apo për gjithë ata njerëz që punojnë në atë institucion. Sigurisht, si në çdo institucion tjetër, jo të gjithë janë njësoj, dhe ndonjëri prej tyre mund të ketë edhe probleme me ligjin, apo dyshojmë ne se mund të ketë. Kështu që Policia e Shtetit është partneri jonë i pazënësueshëm. Nuk e zëvendësojmë dot në Policinë e Shtetit. Dhe suksesi jonë është i lidhur pazgjithësisht me Policinë e Shtetit. Por unë personalisht dhe struktura që drejtoj, ne presim më shumë nga Policia e Shtetit. Dhe mendojmë që ka vend për më shumë. Veprimet që mund të kryej BKH-ja edhe për arrestimet e personave për të kryer të kontrolleve të vendeve të caktuara, janë veprime procedurale që ligji ja lejon BKH-s t'i bëj. Pengesat në disa raste mund të vinë për shkak të mungesës së një infrastrukture të dedikuar operacionale dhe taktike. Në pikpamjen time dhe atë të drejtorit të BKH-s, mendojmë që pavarësisht bashkëpunimit me institucionet e tjera, SPAK-u duhet të ketë një pavarësi operacionale. Nuk duhet të varet gjithmonë nga institucionet e tjera. Ne nuk mund ta zëvendësojmë Policinë e Shtetit, por jemi të bindur që duhet të kemi pavarësinë tonë procedurale dhe operacionale, në mënyrë që për një çështje të caktuar struktura të jetë aftë të bëj të gjithë ciklin e veprimeve hetimore, dhe kjo nuk është në një e veçantë që nuk e gjejmë në autoritetet të tjera, është një praktikë që ne kemi parë edhe institucione homologe në vende të tjera me cilën ne bashkëpunojmë.